Shqipëria është zyrtarisht në finalen e madhe të Eurovision 2026. Alice Kallaci arriti të kualifikohet mes finalistëve të këtij edicioni pas performancës emocionuese me këngën Nan në gjysmëfinalen e dytë të kompeticionit evropian. Këngëtari nga Shkodra performoi 13 në renditje dhe rrëmbeu menjëherë vëmendjen e publikut me interpretimin e tij të ndjerë, skenografinë breslënse dhe atmosferën e krijuar në skenë. Nan, një këngë me mesazh të fortë emocional dhe dedikim prekës, u shoqërua me duartrokitje të shumta dhe reagime pozitive në rrjetet sociale. Një moment shumë i komentuar i performancës ishte edhe prania e aktores së njohur Raimonda Bulku në skenë, e cila i dha interpretimit edhe më shumë ndjeshmëri artistike. Kombinimi i elementeve vizual, vokali i Alice dhe emocionet e përcjella gjatë performancës u vlerësuan nga publiku evropian dhe fansat e Eurovisionit. Menjëherë pas shpalljes së rezultateve, rrjetet sociale u mbushën me urime dhe mesazhe krenarie nga shqiptarë të shumtë brenda dhe jashtë vendit. Kualifikimi i Shqipërisë në finale u prit me entuziazëm, ndërsa shumë e konsiderojnë këtë një nga paraqitjet më të forta të viteve të fundit. Tashmë syt janë drejt finales së madhe, ku Alice do të përfaqësojë Shqipërinë përballë vendeve të tjera finaliste me synimin për të sjellë një rezultat sa më të mirë për vendin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.